Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Ndëruar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mirë se po takohemi edhe sonte në këtë transmetim të drejt për drejt në emisionin ton Ky është I dërguari. Në fillim dhe gjithmonë Allahun xhallahu ala falenderojmë. Vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat, bekimet e Allahut qofshin mbi mësuesin e njerëzimit, mbi njeriu më të mirë që shkelin mbi fytyrën e tokës, mbi njeriu e paqes, dashurisë, dashamirësisë, unitetit, udhëzimit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij besnik dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndëruar vazhdojmë sonte inshallah rrëfimin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, rrëfimin për njeriu më të mirë që ka shkel me fytyrën e tokës, njeriu më të dobishëm që ja ka pa harë njerëzimit ndonjëherë dikujt. Nuk kanë përfituar njerëzit nga dikush më shumë se nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu I cili la një jetë të begat, një jetë të pasur, me shumë mësime, me shumë udhëzime. Dhe ne kemi shpalosur faqe për faqe nga biografia e tij. Normalisht disa faqe I kemi kaluar nështë veç lexim e sipër, me disa komente, për shkak se të zgjeruarit nuk kupton, domthonë me fol për të vite me radhë, nuk shteret muhabeti për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përmendur se nga ngjarjet e mëdha që kanë ndodhur në Medinë është betejë e Bedrit. Dhe kemi thënë se kjo betejë ishte shumë e rëndësishme, edhe e rrezikshme, por edhe vendimtare për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi përmendur se betejë e Bedrit realisht nuk u fillua si betejë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte dalë për diçka tjetër në pritje të Kurajshëve të Mekës, por ja që ajo pastaj u shndrua në betejë. Kanë dalë të paprigatitur dhe çdo qoftë kemi folur për luftën e Bedrit. Sonte do të flasim për betejën e Uhudit, të nderuar shikues. Sonte do të flasim për betejën e Uhudit. Dhe do të shohim se pse ka ndodhur betejë e Uhudit. Por para se të flasim për betejën e Uhudit, shkaqet, fillimin, nga se do të flasim për betejë pak më gjatë se një emision, dua që të bëj disa sqarime të rëndësishme të domosdoshme që janë të kërkuara të kuptohen në bisedën dhe diskutimin ton mes dy betejave, Bedrit edhe Uhudit. Nëse dikush përcjell të nderuar shikues titujt e emisioneve, betejë e Bedrit, si u zhvillua betejë pas betejës, probleme me fisin Beni Qainuqa, betejë e Uhudit, çfarë po ndodh? Pejgamberi sa veç betejë kanë ata? Jo, nuk ka kështu. Është vërtet se pejgamberi sa ka qenë I sulmuar nga gjitha anët. Betejë e Bedrit ka ndodhur, domethënë në vitin e dytë pas shpërngulës. Betejë e Uhudit vitin e tretë, një vit pas asaj. Por një vit ka qenë shumë I begat, shumë I mbushur me ngjarje të shumta. Prandaj ato ngjarje të nderuar shikues, nuk mund të veçohen me një emision, ndoshta edhe koha nuk premton që në gjitha ato mund dal, duhet të kalojnë për ngjarjet e mëdha, sikurse është betejë e Bedrit, Uhudit e disa ngjarje të mëdha tjera. Por nuk duhet kuptuar që pejgamberi veç lufta ka bëu. Edhe pse betejë e Bedrit kemi thënë ka qenë është afër Medinës. Betejë e Uhudit në prag të Medinës, në hyrje të Medinës. Në gjitha betejat janë zhvilluar në rrethin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që Kurajshët e Mekës kanë kaluar 100 kilometra për të ardhur me sulmu pejgamberin alayhi salatu wasalam. Megjithatë aty ka qenë jetë dinamike. Dhe nga këto lufta kupton që jeta e pejgamberit ka qenë një luftë, ka qenë një jetë shumë, domethënë dinamike, shumë e lëvizshme. Nuk ka pas kohë të pushon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Normal, kjo është jeta e njeriu që don të jetë I dobishëm, produktiv. Lëvizje të vazhdueshme, nga projekti në projekt, nga puna në punë. Në këtë dunja pushojmë veç sa për të punu, jo për të pushu. Disa njerëz duke pushu lodhen, nga pushimet e tepërta, nga dalët e tepërta. Njerëzit që dojnë këtë dunja me e shfrytëzuar, duhet që të jenë vazhdimisht në angazhime, në përpjekje, në punë, në lëvizje. Me atë që kanë mundësi që të bëjnë dobi. Prandaj të nderuar shikues, nëse e marrim këtë një vjeçarin mes betejës së Bedrit dhe domthon betejës së Uhudit gjejmë gjëra të shumta që kanë ndodhur.
Fillimisht pejgamberi ka vdek vajza. Vdekja e vajzës është ngjarje e madhe. Ngjarje që shënohet, këtë vit na ka vdek vajza, këtë vit na ka vdek djali, këtë vit më ka vdek nona, këtë vit na ka vdek baba. Në ngjarje që shënohen kalendar, nuk kanë ngjarje që ndodhin për ditë, ose ngjarje të rëndomta. Nuk kalohet ashtu. Megjithatë, pejgamberi ka vazhduar. Nga përgjithësia e pejgamberit ka qenë të ndëruar shikues edhe më u marr me çështjet e njerëzve. I ka lind diku fëmijë, e ka punë tek pejgamberi sa i dërguar Allahut. Më ka lind fëmijë, ka bëu dua për të pejgamberin. E ka mëdus emrin. Ka vdek filani, ka shku me ngushtu, ka marr pjesë në varrim. Ka një konflikt atje, ka vrapu me i pajtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka marr njerëz nga shketina, domthonë beduin që nuk kanë mësuar realisht me komuniku në mënyrë normale me dikë, me jetojnë vetmuar, jetojnë të rrethuar me deve, kanë ardhur vrazhd tek pejgamberi sa, kanë ardhur ignorant, e gjen ka pas sabër, ju ka kushtuar mendje, i ka mësu, ka shku, kanë ardhur tjerë, i ka mësu njërë në xhami, ky ka gabu, ky ka ndodhur kështu, ka pas çështje pastaj edhe me gratë, kësa i ka ardhur cikli, kjo ka pas lehoni, çrregullime, si me bo, namazin, si mu pastru, gusli, ditë për ditë ka pas kësi çështje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky ka borshtina, se ka kthy borxhin, këti ka ardhur këtia, sa me dhon zakatin, që me bo. Gjithmonë ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shërbim të njerëzve, vazhdimisht. Andaj, këto me i shpalos të ndëruar shikues, zgjatet, domthonë seria, ndoshta partij numër 3 shifrore. Po ne po fokusojmë në ngjarjet më të rëndësishme, më kryesore. Ndërsa përgjithësia ka qenë shumë e bujshme. Edhe pse me lenin Allahut pas betejës së Uhudit do të ndaj një emision që të flas edhe praktikisht në ngjarje konkrete se si ishte përditshmëria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me çfarë miraj në baza ditore. Se për këtë betejë së Uhudit të ndroshëgues, i kam parapik kësaj betejë disa përpjekje të Kurajshit të Mekës për hakmarrje. Nga se humbja e Kurajshëve në Bedër ishte goditje e madhe në çdo aspekt për Kurajshit të Mekës. Ishte goditje për krenaria e tyre. Ata nuk paramendonin që të mposhten. Ishte goditje për imazhin e tyre. Ishte goditje për unitetin mes tyre. Ishte goditje për ekonominë e tyre. Ata u goditën jo vetëm në betejën, në fushë betejën e Bedrit, ata u goditën në çdo fushë tjetër. Prandaj në përpjekje të ndryshme tentuan vazhdimisht që disi t'ia rrëmbejnë këtë fitore pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por gjitha përpjekjet ishin të kota. Derisa kuptuan që nuk kanë zgjidhje. Ata duhet bëjnë diçka, se për ta pejgamberi ishte një problem i madh. Mirë, a ishte problem Mekë, a i lërgua Mekja, pse nuk për e lënë rahat Medinë? Pse nuk për e lënë rahat Medinë? Ja, nuk mund të rinë rahat. Rruga e karavanit të tyre nga Mekja për në Sham, në Siri, Damask, kalon të ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështë e problem për ta. Dhe e pa në ata që nuk kanë shumë opcione. Dhe gjitha këto realisht krijuan një situatë të tensionuar që nuk kishte për ta zgjidhje post një lufte që do ta eliminonte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe do ta tregonte si pengesë një herë për gjithmonë. Menduan si t'ja bëjnë, dhe opcioni ishte lufta. Por së radhe të përgatitën pak më ndryshe. E marrëm mësimin nga Bedri, edhe deshin që tash dalin më të përgatitur. E pse në Bedri ka dalë mjaftueshëm të përgatitur, por tash sot deshin me dalë pak më tepër. Andaj mobilizuan banorët e Mekës dhe i motivuan që të dalin në luftë, që ta sulmojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam brenda në Medinë dhe që të hakmirën për humbjen në Bedër, të hakmirën për të vrarët në Bedër, të hakmirën për krenarin e shtypur e të shkelur në Bedër, dhe të hapin rrugë lirshëm të qarkullojnë për tregti në Sham.
nuk u mjaftuan me mobilizim brenda Mekës, mobilizuan edhe fiset aleate. Të gjithë dhe numri i ushtrisë u trefishua në raport me ushtrinë në Bedër. Në Bedër ishin 1000 vetë, tashmë u bënën 3000 vetë. Ka 3000 vetë për atë kohë ushtri, për pejgamberët ishin shumë, Medinë nuk ishte shumë banor. Ma djetinit, pejgamberët ishte ende në zhvillim e sipër, shumë domthon aspektet e jetës në Medinë ishin të zbrazura, ishin të varfëra që kanë nevojë për investim, kanë nevojë për ngritje, kanë nevojë për mbushje, shumë aspekte. Po nuk e lënë rahat pejgamberin që të mirët me to. Nuk e lënë rahat. Në këtë sharim edhe faktin se fiset e hebrejnëve në Medinë filluan që të lëvizin nga pozicioni i marrëveshjes, bashkëtesës. Ata filluan të shfaqin probleme të brendshme të jashtme. E kam përmendur se edhe pas luftës së Bedrit, domethënë lëvizja e hipokritëve filloi të jetë shumë aktive. Pasi e kuptuan se nuk kanë mundësi të ballafaqohen direkt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kaluan tashmë në një strategji tjetër, strategjinë e hipokrizisë. Shfaqin besimin, dukeshin si të jenë nga besimtarët, rrinë në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ndërsa ja punën sa kishte mundësi pas shpinave. A kuptojnë çfarë jetë kishte pejgamberi sa? Shikojnë në shkuas. Shpalla çfarë përësia. I ngarkuar me emanetin e Zotit, me qunë vend, me shpëgu njerëz besimin në Allahun, me i pajtu njerëz, me i bashku njerëz, gruas me akthyet dignitetin e saj, të drejtat e saj, pas ishte shtypur dekada e shekuj me radhë. Mësa këtë, mësa atë, pajto këtë, udhëza këtë. Shpëllime tjera të shumëta edhe në rrafshet tjera të jetës e tij, me hipokritët, me fiset hebreje në Medinë, me fiset arabe për rreth Medinës, me kureshtë e Mekës që nuk kursen asnjë mjet për ta përdorur kundër pejgamberit ajsam, gjitha këto ishin do të thotë fushat nga ku sulmohej pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai prap, domethënë, qëndronte. Dhe më shikues, nëse i merr të parasysh që i përmana, dhe këtu janë vetëm tituj të problemeve, nuk janë trajtim të problemeve. Sikur të isha lëshume e të çdo problem në detaje, kishe muhabit, do me çfarë bjeshke problemesh ballafaqoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në gjitha këto fusha, edhe me fiset e hebrejnëve, me hipokritët arab, edhe me fiset arabe, edhe me kureshtë, me gjithë to, fushat shumëta, varfënia ka, problemet e ndryshme. E kur shkon të shtëpi, i qitë. Kishte kohë me bisedu me gruan e tij, kishte kohë me e dëgjon këtë grua, kishte pe kam. Natën falte namaz gjatë natën. Po si lot ditën. Adhuron të Allahun azza wa jall. Falej, delte në xhami, çashte me shokët e tij. Sinqerisht në rreshikues. Humbim shumë atër kur na nuk e kemi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i arneku në dorë. Humbim shumë kur nuk flasim për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ne humbim shumë kur fëmijëve tonë nuk u mësojmë kush ishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Për figurën e pejgamberit kanë nevojë liderët e botës. Çdo udhëheqës, në çfarë do institucioni, në çfarë do shteti kanë nevojë. Kryefamiljarët, gjithë ne të tjerët, kur do qoftë, ka nevojë për mu njoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtet i gjithanshëm, në çdo fushë rreth e gjen në kulmin e suksesit. Shikon nuk çdo angazhim rreth nuk ja hub balanset e jetës. Ne na ndodh që për shembull një problem këtu na debalanson tëra çështje, s'mund të jemi të përkushtuar. Pse na jemi njerëz, edhe ka qenë njëri. Andaj të mësohesh se të jetosh i balancuar, i ekuilibruar, duke i dhënë çdo çështje hakun që duhet, ja ku e ke modelin. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shko gjithë probleme. Shkon të shtëpi, Aisha gruaja ti kishte nevojë për të. Japte hakun. Madje ndodhte që kishte nevojë për mu fal. Nëse namazi qetësi, namazi është fuqi, është energji të ndryshme shikues. E dinte se gruaja ti kishte mall. E ky kishte mall mu fal.
E i thonë të nga njëre, o Aisha, a më lejon që të vetmujem pak me Zotin tëm se. Ka nevojë për më marr fuqi, ka nevojë për t'ja rrëfy dobësinë e tij, për t'ja rrëfy varfëninë që e ka për Zotin te bareku teala. Allahu ta zgjat. Ja rrëfy o Zot, kam nevojë për ty. Ndihmam. Aisha i thonë radhiyallahu anha, o i dërguar Allahut, ti e din sa kam dëshirë me me ty. Por edhe ti e din se sa kam dëshirë me e plotësu dëshirën tënde, andaj falu. Ka çfarë burri i madh, kërkon të leje nga gruaja e tij që mu fal. Normal jo namazin obligativ, po namazin natës më fal. Am lejon, unë kam hang ndaj te, unë duhet më net me ty po. Am lejon të falem për zonë. Çfarë elegancë. Çfarë domthon njëri i madh. Ndërsa vetë sa krishterë nga ndonjë ndaj që ka marrë lajm që është nis ushtria me luftu. Apo është sa ishte i madh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndaj mori lajmin që kurësht e Mekës janë mobilizuar. 3.000 ushtar të armatosur, kalorë sa dush, armatim sa dush, ushqim sa dush. Qase ishin të pasur banorët e Mekës. Plus aleancë me disa fise, aleate për rreth Mekës ishin nis për në Medinë. Ndërsa shikues kur mori lajmin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tashmë i mblodhi sahabët e tij, shokët e tij që të diskutonte se si t'ja bëjmë. Ku t'i presim, ku të takojmë me ta. Ku do të ishte e përshtatshme që të takojmë me ta. Filluan diskutimet brenda Medinës. Disa thanë, o i dërguar Allahut, po i presum brenda shtëpive tona. Ose të futen, i godasim nga kulmet, nga shtëpiat, nga dhomat tona, i godasim, t'i lëmë të futen në Medinë, pastaj këtu i shpartallojmë. Por ky nuk është mendim i qelluar. Atë disa strategë thonë, nuk bën me i leju më u fut brenda grave dhe fëmijëve tanë. Nuk bën me i leju kështu. Andaj doli propozimi i disa të rinjve, por strateg, vizionar, ishin domethënë larpamës, me përvojë, thonë dëruar Allahut, po i presim te Uhudi. Qase ka kodër, don ata nuk kanë qenë pa u fut në një zbrastim brenda një kodrine, i presim aty dhe pastaj zhvillojnë betejën. I pëlqej pejgamberin kjo dhe filluan përgatitjet për luftën e Uhudit. Ndërkohë shikues, personi do të mjafton me këtë pjesë. Duke përmendur disa dobi që dalin nga kjo që thash deri më tani, e si janë zhvilluar përgatitjet dhe pastaj çfarë ka ndodhur gjatë rrugës deri te vendi i përcaktuar në Uhud, si ka nda pejgamberi me shokët e tij, e kështu me radhë do të flasim inshallah në takimet e tjera. Ndërkohë shikues, lufta e Uhudit ishte një nga luftat më të veçanta që ka zhvilluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Këtë e kuptojmë nga shumë tregues, por treguesi kryesor që flet se betejë e Uhudit është nga betejat më të rëndësishme, është edhe trajtimi kuranor bërë kësaj betejë. Një sure e tërë të ndërruar shikues, nga suret më të mëdha të Kuranit, hapësirën më të madhe e ka të rezervuar për të folur për detajet e kësaj betejë. Jo për betejën, për detajet e betejës. Ajo është sura Ali Imran. Në kapitullin Ali Imran, Allahu Azza wa Jall në faqe në 10 ajete flet çfarë ndodhi në betejën e Uhudit. Që nga dalja kur i dërguari sallallahu alajhi wasallam rreshtonte shokët e tij e deri në fund tek analiza e betejës, pse ndodhi dhe çka ndodhi dhe pse u përbës rezultati e kështu me radhë. Andaj është një prezantim i mrekullueshëm që ka me të vërtetë shumë dobinte që nëse do të shtjelloheshin do të merrte ndoshta 5, 6, 10 emisione si kur gjë me e shtjellu betejën e Uhudit sipas trajtimit kuranor. Por dua të them që kjo ishte betejë tjetër e rëndësishme. Çështja e dytë që duhet të them për betejën e Uhudit në rrugës pasi bën prezantim të përgjithshëm dhe çfarë ka ndodhur, është shikoni kur është e Mekës. Ata që janë të udhëhequr nga inati, nga mendimësia, ata realisht parim esencial njët e kanë hakmarrjen. Ata kanë hakmarrjen parim esencial. Nuk kanë reflektimin, nuk kanë analizën, nuk kanë negociatat, nuk e kanë kompromisin, nuk e kanë diskutimin, jo, e kanë hakmarrjen. Nëse do të ishte kërkuar nga kurësht e Mekës, tonë qëre, që venë lëshuaj për neve, së s'lam rahat.
Shkove në fest huj atje, në Medinë. Na kemi nevojë me kalu ka Medinë. Pse se bojnë një paqe? Okej, ti vazhdo rrugën tonë, na rrugën tonë. Nuk dojnë. E deshin luftë. A të ndërru shikues, ka palë që nuk bojnë rahat me paqe. Nuk bojnë rahat ata me qetësi, nuk bojnë ata rahat me bashkëpunim, nuk bojnë rahat. Ata bojnë rahat veç me luftë. Ata bojnë rahat veç me konflikt. Nga se realisht janë të udhëhiqur nga egoja që kërkon në vazhdimsi të përmbushet me goditje të kundërshtarit, me asgjësim të kundërshtarit. Edhe pse ai kundërshtar mund të jetë gjaku i tij, mund të jetë familja e tij, mund të jetë feja e tij, mund të jetë çka do qoftë. Kjo është ajo që kemi thënë vazhdimisht. Rreziku që njeriu të dominohet nga epshi. Njeriu që udhëhiqet nga mendja e pastër, e shëndosh, e cila ushqehet nga udhëzimet dhe parimet dhe mësimet e besimit, nuk ka mundësi që kjo mendje pastaj ta ketë opcionin kryesor dhe fillestar konfliktin, hakmarrën dhe luftën. Nuk ka mundësi më bëj kështu. Jo, qase mendja ja thot ndryshe, besimi ja thot ndryshe. Por kur njeriu udhëhiqet nga egoja, nga inati, nga epshi, opcioni vetëm është me e shkatërru çdo që në ka dalë përpara. Allah na ruaj. Ai të ndrosh shikues, edhe në fusha të tjera kështu ndodh. Shkofshën konkurrentët në biznes. Ka gjithmonë konkurrent. Por ka një etikë të konkurrencës. Ka një etikë të konkurrencës. Në çdo nivel, edhe në rrafshin intelektual, edhe në rrafshin biznesor, politike, kudo kuft, ka konkurrencë normal. Dhe konkurrenca realisht është e shëndetshme. Po kur është parimore, kur ka kufit e vetë, më fatkeqësisht na po shohim shpesh në rrafshin tonë, në jetën tonë që konkurrencat po dinë të kalojnë çdo kufi. Dhe pastaj të shkaktojnë dëme të mëdha në fusha të shumta. Konkurrenca për shembull në rrafshin intelektual, gjejmë pastaj debate me shpifje, me akuza që nuk i takon atij niveli me komunikim mes vetë ashtu. Pse? Për shkak se nuk e bën suksesin e tjetrit. Andaj opcioni i vetëm mbetet shkatërimi, rënimi i tij përmes ofendimit, nënçmimit, përbuzjes, refuzimit, sharjes e kështu me radhë, fatkeqësisht. Shkon në rrafshin e bizneseve. Sa konkurrencë e egër është. Shpesh edhe mes kompanive të mëdha, mes firmave të ndryshme e kështu me radhë. Konkurrencë hatashme e madhe. Tendenca të lloj-llojshme për ta varros konkurrentin, për ta shkatërruar konkurrentin. Nga udhëhiqen gjitha këto, nga egoja, nga pangopsia, nga lakmia fatkeqësisht. Në rrafshin politik gjithashtu shohim oponent ndeshëm të fushës politike. Din çfarë niveli shkon komunikimi, gjuha, sharja, fyrja, e tjera, që habitesh. Mentaliteti i tillë realisht është mentaliteti dominuar nga epshi, nga pangopsia, nga dëshira e flak për dominim. E këtu mësimi nuk jep besimi. Ja, besimi nuk jep këto mësime. Besimi nuk jep mësimet që mendja realisht të punon në shkatrim të kundërshtarit. Po të punon në afrim, në bashkëpunim, sa ka mundësi. E pastaj ka opsione të tjera kur kundërshtari refuzon çdo mundësi tjetër. Normal. Karmenia e thot edhe luftën. Karmenia thot edhe kundërshtimin, normal. Por jo si opcion të parë. Të pazaventueshëm, jo kështu. Dhe kur është e Mekës, çka përdoren për lutjes? Çka përdoren? Asgjë. Ata në Bedër, kur e kanë kuptuar se pejgamberi po del, është dalë me nuk ka dalë, do pse këta një dalin? Po dalin se ju këna marrë këtë pasunin. Ne ju këna rëmby djesën e jetës. Me te përshkojnë në Sham, me bo tregti, me fitu ata vetë, me pasurin e sahabeve, e ata të varfur e të zbathur Medine. Po ku ke pa në kështu, Allah? Në falë, ti në lënë pasur këtë, familjarë toni një, ja pasurje joj. Mund të merë një pasurin e të ecë një piktujt. Nuk deshëm. Mirë, u shpartaluan Bedër, humbën Bedër.
Në vend që të reflektojmë prap, hajde të shohim mundësi tjetër të bashkëpunimit, me kemi interes për tregtie, për politike, për shumë tjera. Jo absolutisht, kena mu hakmarna, kena me treguna Muhamedit se kush jemi ne. Mendësia e inatit, e shkatërimit, e shtypjes. Dhe këtë e marrim nga betejë e Uhudit, tendenca për hakmarrje. Arsyeja kryesore pse ndodhi betejë e Uhudit është pikërisht fund e krye hakmarrje. Hakmarrje. Domthon dëshirë për të hakmarrë. Paqë edhe do të shpjegojmë më vonë. Në betejën e Uhudit u vra Hamza, agje i pejgamberit. Pse? Ai kishte vra babën edhe vllaun e Hindit, grua e Ebu Sufjanit. Aja pagoi një vrasës profesionist që roli i tij në betejën e Uhudit ishte vetëm ta vëzhgonte Hamzain dhe ta godiste. U vra Hamza në Uhud, kemë shpjegu, por nuk u mjaftua Hindi me kaq. Futi duart e saj brenda organeve të tij të brendshme. Janë nxori zemrën, janë nxori mushnit. Nuk ngope pa genocidu deri në fund, pa shkatru deri në fund. Në erdhën plot në laf, erdhën plot urrejti, erdhën plot dëshirë të flak për hakmarrje. Nuk është kështu pejgamberi sa sa. Nuk është ai kështu. Dhe këto dallime sa ti që realisht udhëhiqet nga besimi, udhëhiqet nga mendja e shëndosh, edhe ai që udhëhiqet nga egoja, nga inati, nga veset. Këto dallime. Dhe këto dallime janë shpërfaq vazhdimisht të ndroshë shikues. Vazhdimisht janë shpërfaq. Në Bedr, në Uhud, në betejë të tjera, çdo situatë pejgamberi më radh e ka treguar edukatën e tij. E ka treguar tërsinë e vlerave që ai përfaqësonte. Çdo betejë, çdo takim, çdo komunikim, çdo situatë, gjithmonë. Dhe këtu duhet të jemi ne si musliman. Të realisht të shpërfaqim vlerat tona, pavarësisht çfarë bën kundërshtari, pavarësisht çfarë bën armiku, pavarësisht çfarë bën kurrë që nuk na do të mirën. Ne duhet të përmbajmë rregullave tona. Ne duhet të përmbajmë vlerave tona. E që në këto vlera është po edhe lufta është, por me përshkallëzimin e kërkuar, jo që të jetë opsioni vetëm konflikti, kacafytja, Allah na ruaj. Jo kështu apo. Por gjejmë rrugë tjera për kompromis, për bashkëpunim, për çështën situatës. Këtu janë parimet tona, këtu janë rregullat tona. E kështu tentoi pejgamberi po hasin në vesh të shortur, kur ai ishte Mekës, ishin ndehur, ishin verbnuar pas dëshirës për hakmarrje. Kjo është një mësim e rëndësishme që mund ta marrim nga realisht motivi për luftën e Uhudit. Gjithashtu të ndrosh shikues, ajo që është interesant me pas ata kur rrisin nga Mekja, ka marrë dhe gra me veti. Pse i morën gratë? Ka marrë fëmijë me veti. Pse? I lanë pas vete në Uhud që realisht mos të kenë motiv me ikë. Nëse iken, binë rab gratë e fëmijët e tyre në durë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj që të kenë motiv për të luftuar deri në fund një betejë të paepur, duke qenë gjithmonë të motivuar nga prezenca e grave dhe fëmijëve. Ata nuk ishin parime për të motivuar. Nuk ka nevojë. Njëri që ka kauz në jetën e tij, njëri që ka parem në jetën e tij. Kjo është motivi kryesor për të. Pa ata s'kishin motiv të ndruar shikues. Kjo dallimi. Ai që ka inat, ai që ka zili, ai nuk mund të jetë i motivuar nga parimet. Çfarë parimi është zilia? Ai nuk mund të jetë i motivuar nga kauza. Çfarë kauza është shkatërimi i tij? Çfarë kauza kjo? S'është kjo kauz. Nuk është kjo kauz, kjo është inat. Andaj, ata nuk kishin kauz, ata nuk kishin të ndruar shikues motiv, ata nuk kishin parime, ata kishin inat. Po inati nuk ishte mjaftueshëm motiv për të ndruar deri në fund betejë. Andaj deshin që të sigurohen se nuk do të ketë dezertime nga ushtria, duke u mbajtur peng gratë dhe fëmijët. Paramendoni këtë mentalitet. Kështu nuk bënte asnjëherë pejgamberi. Shkoi doli nga Medinia, edhe pse ndoshta strategjikisht për të zënë në befasi kur ishte Mekës brenda rrugëve të ngushta të Medinës, do të ishte më e favorshme se betejë. Por me që rrezikoshin gratë e fëmijët dolën nga Medinia. Ka se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë kujdesej që në betejë mos të psonte askush që nuk kishte të bënte me betejën. Askush. Gratë e fëmijës kanë me betejën. Nuk kanë bënë me të.
Ne duhet mi ruaj, duhet më kujdes për ta. Sot shohim fatkeqësisht domthon ku në shumë betejë fatkeqësisht kryesorët që synohet godisen janë gratë të fëmijët. Janë gratë të fëmijët. Është e tmerrshme shikojmë, është e tmerrshme ato që po shohim përmes mjeteve të informimit se çfarë po ndodh në qytetin e rënuar, e të shkatëruar, e tmerruar në Gaza. Njerëzit realisht sulmohen, njerëzit domethënë bombardohen në tendet e tyre para, në tenda refugjatësh. Tenda refugjatësh migra. Digjen për zgjalli. Digjen gazetarët. Digjen shkollat, digjen spitalet, digjen depot e ushqimit. Çfarë luftë është kjo, Zot? Allahu na ruaj. Allahu na ruaj nga tmerra asaj që po ndodh atje. Nëse Allahu na manduar që kjo çfarë themi? Krem përfundon sa më shpejt. Që kursin gratë të fëmijët nga gjithë ajo që po e përjetojnë, pleqet të smurit. Andaj pejgamberi nuk bën të betejë kur ai mund të rrezikoshin gratë të fëmijët. Nganjëherë normal është luftë. E kuptoj që ndodhë që kanë afekt ose diku, mirë po. Qëllimisht strategjia e luftës të jetë goditja e grave dhe fëmijëve, kjo është e pashpjegueshme edhe në nivelin moral, fetar, madje njerëzor. Allahu na ruaj. Kur ishte Mekës nuk e kishin këtë. Morën gratë e fëmijët, për të kurzuar ose për të shantazhuar në një aspekt ushtarëve që mos iknin, nuk e pas përgjithë se kanë gratë dhe fëmijët. Po mirë Allah, nëse ka kauzë, nëse ka parim kësik, nuk e siguroj këtë. Po normal, nuk mund të kesh motiv përqendruar deri në fund, kur motivi është me e shkatru vllahun tënd. S'mundesh me jetë deri në fund, nuk mundesh. Lëshon dikur. Nuk mund të kthehet motiv për të vazhduar si duhet deri në fund, kur motivi është me vra gratë dhe fëmijët, nuk mundesh. Ai të ndrosh shikues. Edhe ky është dallimi i radhës që e tregoi pejgamberi sa me mësimet që erdhën atë dhe kurajt e Mekës, që rreth përfaqësonin egon, inatin, urrëtin, hakmarrjen, por jo humanizmin, jo besimin, jo dëmshërinë absolutisht në asnjë situatë. Kjo është më rëndësishme kuptu. Dhe që është nga që duhet me përfundu këtu të nërshikuas në pregaditje ishte se ka shumë që ka më thonë, po të nëtoj mu nështë më fokusu në gjirat nështë më kryesorët edhe në fund pejgamberi s.a.s. edhe pse përbale me një situatë të jetë vështirë, të jetë të rëndë, me gjithat nuk mori vendin vetë. Ishte pejgamberi Allahut. Më ndonë, unë jam pejgamberi Allahut, unë e di punë më mirë, edhe sahabët i kështë mengu. Por u konsultua me shokët e ti. Çfarë thuani? Dhe duhet më konsultu me njerëz të meqëm, me njerëz të dijshëm, me njerëz që kanë përvojë, më konsultu. Çdo udhëheqës, çdo kryetar. Nga njerëz të mes të këshilltarë mund të kesh njerëz që s'janë mjaftueshëm të informuar, s'kan përvojë të mjaftueshëm për situata të caktuara. Del nga rrethi i këshilltarëve. Del nga ata që paguhen për të qenë këshilltar. Shko te ata që mund të japin këshilla sinqerisht. Të thonë mirën. Ata që kanë përvojë, ata që kanë dije, ata që kanë moshë. Po, mund të ketë moshë, mund të ketë përvojë, se ka moshë, po ka përvojë. Ndaj, është shumë e rëndësishme me u konsultu të ndërkohës. Prindërt të nderuar, ki për me fëmijën, konsultohu. Mos merr vet iniciativa çish me eduku fëmijën tënd, nga se mund të jetë vështirë, nëse nuk din, mund të marrësh hapa të gabuar në raport me fëmijën tënd. Prandaj konsultohu, pyete hoxhën, pyete ekspertin, pyete psikologun, pyete këtë që realisht mund të jap një përgjigje të duhur, të sinqert në raport me problemin që e ke. Por me marr iniciativa vetanake, unë e di, ose ky fëmija jam, ose kjo është familja jam, po në rregull, kur kush nuk po ata konteston. Por kemi nevojë për një tjetrin. Kemi nevojë me pyet, me konsultu, me ekspert e fushës. Dhe pejgamberi u konsultua. Dhe konsultin e pejgamberit e përmendi Allahu xhallahu ala në Kur'an, që konsultohej me shokët e tij pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ati Allah urdhoi, duke u shawirhum fil amr, konsultohu me ta në çështje ndryshme, konsultohu me ta. Me shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ata ishin njerëz të pjekur,
të dëshmuar, kanë sakrifikuar gjithçka për të mbrojtur pejgamberin son. Andaj ishin shumë sinqert. Ç'është bëj edhe për ta? Konsulto me familjen tënde, me gruan tënde, me fëmijët e tu. Diskutoni për gjërat që ju përkasin gjithëve. Merrni vendime të përbashkëta. Konsulta është vlerë e rëndësishme që duhet me e jetësu për të na afruar më tepër dhe për të sjellë mendime më të pjekura që mund të sjell një mendje vetmuar. Kjo është në rrëshikues ajo që ka të bëjë me pjesën e parë të betejës së Uhudit. Normal, do të vazhdojmë me e shpalos edhe më tutje këtë betejë thash të rëndësishme me ngjarje shumë të mëdha dhe frymëzuese dhe edukative kështu me radhë, por këtë do të bëjmë inshallah nga takimet e ardhshme. Me kaq po i do fund se pjesë, pas një pauze të shkurtër rikthehemi për atë sa kemi kohë edhe me telefonat e juaja vazhdojmë të ndeshim deri në fund, zoti ju shpëlbeft. Vëndëruar, u rikthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni, ku tashmë përmes numrit të shfaqur në ekran të juaja mund të telefononi dhe të inkuadroni drejt për në emision me pyetje juaja apo çfarë që ju intereson dhe që mendoni se mund t'ju ndihmojmë përmes këtij emisioni. Dhe sot më bëhet me dije nga regjia se ka telefonat, shqyrtoj që të lexoj disa pyetje që kanë ardhur edhe përmes mesazheve. A është mëkat të falem vetëm në shtëpi dhe jo në xhami? Nëse pyetësi është mashkull, atëherë në esencë mashkulli duhet më dalë në xhami. Përveç në xhami është larg ose ka për shembull ngarkesë me dalë për çdo namaz, se nuk është domethënë afër xhamia dhe mund të ketë arsye tjera. Përndryshe në esencë mashkulli falet në xhami. Ndërsa femra në esencë falet në shtëpi. Dhe nuk duhet në botë tradit mashkulli më fal në shtëpi gjithmonë. Nuk bën me bën kështu, nga se nuk është në rregull. Mirë po, për situata të caktuara, në momente të caktuara ndodhin këto punë, po normal janë, na ndodhin gjithëve, po në esencë duhet me u praktikë që me fal namazin në xhami. Thotë, kur është më mirë me bëu akika për fëmijë dhe si bëhet, a duhet më nda në 3 pjesë si kurbanin. Akika është një kurban që therrët në shenjë falënderimi dhe mirënjohje Allahut për fëmijën që na e ka dhënë. Dhe kjo therrët ditën e 7 të lindjes së fëmijës. I nëmërën dita e 7 që ka lind fëmiu, therrët një kurban për fëmijën. Nëse është mashkull 2, nëse është femër 1. Dhe ky kurban nuk trajtohet sikurse kurbani i kurban bajramit. Ky mund të përdoret i tëri për vete, mund të thirrë musafir, domethënë me i gostit, mund të shpëto fukarave kështu me radhë. Normal, sa më shumë është përndan dhe ndan me tjerë është më mirë. Qase kjo është pasaj edhe lloj sadakaje dhe lëmoshe që është e dobishme edhe për fëmijën, po edhe për familjen në përgjithësi. Nëse dëgjoj dikën duke bë gibet si më ndal, sa i më hidhrohet. Në esencë duhet më ndal, por duhet të pas kujdes. Qysh më ndal? Po mos po më thonë që Allah ka mund si dal më tjetër. Ai çka kemë fol për njerëz, por duhet marrë atina. Me gjithë një mënyrë që domon nuk e ofendon atë me direkt i thon nale këtë mohabet se s'du më ngusë, mund më ofendu, ndonë më reagu, po më thonë Allah hajt lej njerëzit punë në mohabet të kenë domosht të tjera më të mira, më të dobishme. Bënë që me gjithë një mënyrë që e zhvendos. Ose me ndry me mohabet tjetër, domon që të mohabet vazhdoi kur dush, po ngom ti mundi kam një mohabet tjetër rapën. Edhe dëni mohabet tjetër, bëni digresion totalisht jashtë mohabetit. Don këto mënyra që mund të dalë nga mohabeti. Ose duke qenë direkt po mënyrë të butë, ose duke kalu me një tim tjetër që e zhvendos nga tema që duke biseduar. Do të vazhdojmë, po kemi telefonat por urdhani. Selam aleikum. Aleikum selam. Hoxha kam unë Kur'anin në shtëpi, po s'po di me lexu. Po. A gjëna që është mshel Kur'ani? Po e di, e kuptoj. Selam aleikum. Aleikum selam. Kur'ani në shtëpi, do të thonë, nëse është në gjuhën arabe, e kuptush më që s'mosh me lexu. Edhe pse mirë kështë me qenë më mësu me lexu. Por nëse Kur'ani është në gjuhën shqipe, duhet me qenë me lexu. Kur'ani duhet me qenë në gjuhën shqipe me e lexu. Dhe nuk është mirë me majt Kur'anin domosdoshmë si dekor në shtëpi ose si mjet mbrojtës në rrugë, kështu se jo. Varja e Kur'anit nuk të ruan. Varja e Kur'anit në dhoma, në vitrina, në vende caktuara
nuk është nga shkaqet e mbrojtjes. Nëse Kurani i mbyll në kopertinë nuk është shkak i mbrojtjes. Kurani bëhet shkak i mbrojtjes kur të lexohet, kur të punohet me të, kështu më radh, jo kur të varret ato. Dhe nëse ki një Kur'an shpejt ka qëllus, din arabisht me lezu, nuk i gjuna për këtë. Nuk i gjuna, por nuk duhet me lanë që njëri do me konë larë Kur'anit as shqip, as arabisht, as me dëgju, as me lezu. Atër kjo distancë mes teje dhe mes Kur'anit është problematike. Edhe ishëm të gibeti, ta është qysh me nalë, një mënyrë direkte, nuk e thonë, dhe Allah ma betin, hajtë ma mirë se sa nga kërën ne në tonë, kina ma betet tonë matë mira, ose për shambull, i thosh, një ma betet të rekam me qilë tim, ose me gjithë një më falë, Allah, po, pëse po i në gjuna me folë? Kjo gjuna, hajtë dalë një ma betet tjetër. Ma ki 3-4 opcionet, ti e shë qysh mund me ndiku taj. Nëse cëtli opcion është i pa mund shumë, ka rezistent, nuk lehan, atëre mundohu, do mund që me dalë për nesat. Me kërku falje, kam një punë, kam diqka. Së mund që me dalë për nesë, se për shumë jem punë, a jem shpe, i shku musafir, nuk paramendo të është mu që për njerë është me dalë, atëre s'paku mbyllu në vetën tënde. Do më bëm përmenda Allah në gjënë. Do më rejtë dhe gjuhës pasiv. Mos bo pjesmarës në gjibet. Përmenda Allah në vete dhe kërko falje prej Allahot dhe rësajt në nga gjibeti. Këtu e në 4-5 opcione që i ke para veti, e tjera mund tjenë në situata kur dikush përgojon diken. Por në asë një rëthan nuk ban me qenë pjesmarës aktiv në përdhosjen e nderit e dikujt dhe në përhapin e të metave dhe sekreteve të ndokujt. Mirë, kemi edhe një pyetje që ka ardhur. A duhet të agjëroj në muajt e shenjtë para haxhit? Nuk duhet në kuptim obligativ. Po me agjëru mirë është. Tash jemi në muajin, domethënë Dhul-Qaida, dhe është muaji Dhul-Hijja. Muajt e shenjtë 3 tash dhe muaji Rajab ka qenë para Ramazanit. Muaji Rajab është para muajit Shawal, para muajit Shaaban, pastaj muaji Ramazan. Pastaj kemi pas muajin Shawal, ka shku muaji Shawal, tash jemi në Dhul-Qaida. Muaji Dhul-Qaida, Dhul-Hijja dhe Muharram janë muajin e shenjtë. Në këta muaj duhet të pasni kujdes, domthonë çdo veprim, çdo gjëna nga se janë muaj të vlerësuar tek Allahu i Madhnuar, andaj çdo mëkat realisht është më i shëmtuar, më i qortuar se në situata të tjera. Gjunaja gjithmonë është i shëmtuar, gjithmonë është i keq, por këta muaj është më shumë i qortuar dhe më shumë, domethënë, i dënueshëm dhe i shëmtuar. Dhe vepra mirë gjithashtu është më e shpërblyer në këto 3 muaj, sesa që mund të jetë jashtë këtyre muajve. Prandaj duhet njëri pas kujdes në këto 3 muaj si po sillet, si po vepron, sa po shto vepra të mira kështu më radh. Në kuadër të kësaj kuptojmë se edhe agjërimi si vepër e mirë mund të shtohet, edhe është vepër e pëlqyer që në këto muaj sa më tepër agjëron padyshim ka shpërblim, po gjithmonë vetëm si agjërim vullnetar, jo obligativ. Nga se agjërimi obligativ ka përfundu me përfundimin e Ramazanit. Tash obligim për agjërim kanë vetëm ata që realisht nuk kanë pas mundësi për arsye të pranuara fetare me agjëru, si gruaja lehone, gruaja shtatzane, gruaja me cikël, gruaja, domethënë, gjithanse burri që ka qenë i smut ose gruaja që ka qenë smut kanë pas arsye, tash nëse ka kaluar arsye, duhet të kujdesin për kompenzimin e ditëve të humbura, por kjo ka kohë deri në Ramazanin e ardhshëm. Kështu që duhet të them obligim nuk e ka askush me agjëru, nga se agjërimi ka kalu, pas ata që kanë me kompenzu, po se kanë obligim kompenzimin këta muaj, mos të keq kuptohem, kanë obligim me kompenzu deri në Ramazan e ardhshëm. Po po them që mas Ramazanit, domthonë obligimi i agjërimit merr fund apo. Edhe pyetja e fundit, domethënë për sonte, thotë a duhet thotë kështu. Pse dikush është i ashpër në sjellje edhe pse është musliman? Nuk është musliman i kompletuar, për çata. Me kon musliman i kompletuar, me kon një musliman jo i kompletuar të nanë, se s'ka të përkryer, ka mangësi. Po një musliman i cili realisht i ka kuptuar gjërat elementare të fesë nuk ka mundësi me kon arrogant. Nuk ka mundësi me kon i ashpër, me sjellje të këqija, s'ka mundësi me kon. Shkak se mësimet e para që i merr muslimani, qoftë në besim, qoftë në moral, qoftë në udhëzimet pejgamberësëm, realisht i tregojnë qartë se muslimani do të mos i mirë. Muslimani do të jetë i edukuar, i sjellshëm, i kujdesshëm e kështu me radhë. Pse dikush bën veprime të tilla të ashpra, arrogante, pse dikush është domon fjalë rënd,
është hierën, kuptim, është tiran vepra, është për shkak se nuk ka depërtuar Islami, feja si duhet në zemrën e tij, dhe nuk ka arrit me u eduku në frymën e udhëzimeve të pejgamberit asëm si duhet, për këtë arsye. Allah na ruaj. Kaq për këtë pjesë të ndërshikues, po mjaftohemi me kaq personte. Takojmë në takimin e ardhshëm, dhe atëherë Zoti ju ruajt, Zoti xhallahu ala ju dhashën datë bereqet kudo që jeni, dhe na mundsoj që të takojmë gjithmonë në kënaqësitë e Zotit, duke qenë ne shëndosh, rahat edhe mirë. Selamun alejkum wa rahmatullah.